Betejë e brigadës 133 Adrian Krasniqi në fshatin Vrellë, ose pozitat kanë qenë mes Vrellës edhe Ljuburshtës. Me 12 prill të vitit 1999. Është njëra prej betejave të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Bombardimi dhe granatimi i ushtrisë serbe dhe i paraushtarakëve, paramilitarëve, kriminalëve dhe krejt që kanë pasur ata, ka filluar dikun ka ora 9 ose 10 aty dikun e ditës nga pozitat edhe të Bjeshkës edhe toksore poshtë. Istikamet kanë qenë mirë të përgatitura, kanë qenë të lidhura me një kanal të hapur i cili ka qenë i thellë gati 1,5 metër më shumë. Armët kanë qenë ato që kanë qenë, që i ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës. Bombardimet, granatimet, gjitha goditjet me lloj-lloj armësh kanë zgjatur rreth prej orës 10, po them deri dikun ka ora 16. Mund të jenë 5-6 orë betejë e famshme kështu. Edhe betejë e lavdishme. Bile atë ditë janë vrarë 6 pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sa ka të vrarë ushtria e Serbisë nuk di. Kanë marrë pjesë në atë betejë shumë ushtarë, kanë marrë pjesë edhe luftëtarë me grada, me pozita që kanë pasur. Prej shefi shtabit Bujaru Kimeri ka marrë pjesë, Azem Veseli, Agim Elshani kanë qenë, Gëzim Sidijaj, Ramadan Dreshaj dhe plot ushtarë të tjerë. Remzije Zeqiraj ka qenë aty. Ismet Bicaj është i vrarë, e theksova prej të tjerëve, për shkak se Ismet Bicaj ka ardhur prej Suedisë. Ai e ka lënë familjen dhe ka ardhur atë ditë është vrarë aty në betejë. I kanë përdorur armët, kemi pasur deri te Gulinovi dhe 2 snajpere dhe krejt Kalashnikov dhe pushk gjysmë automatike dhe automatike. Pothuajse janë harxhuar të gjithë plumbat, sepse s'kemi pasur më shumë, granata hells nuk kemi pasur. Dhe e përsëris kanë rënë dëshmor 6 pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Janë të plagosur disa aty. Disa rënd, për shembull Bujaru Kimera si shef i shtabit ka qenë i plagosur rënd, dhe është sukses i mjekëve ushtarak, Ali Beriz dhe Rifat Dreshqa, ai është gjallë sot. Është plagosur Ramadan Dresha, janë plagosur plot aty. Remzije Zeqiraj ka të plagosur, dhe ajo betejë nuk do të harrohet kurrë. Është merit e brigadës që nuk i ka lëshuar pozicionet, që kush ka qenë prej popullat aty, ka qenë një popullat shumë në numër shumë të madh aty, prej pjesëve të ndryshme të Kosovës që janë strehuar aty, kanë dalë përmes bjeshkëve në Rëzhaj dhe kanë kaluar në Shqipëri. Dhe nuk janë takuar as me ushtri, as me kriminal serb, sepse ka qenë vendosur ushtria shqiptare e Kosovës.